vi të kthejmë një përgjigje pyetjes Sokolit, sepse ma bëri dhe pardje që ishim në sondazh këtu, në emision. Sokol, unë ka menduar atë pyetje që bëre ti dhe them që e di pse ndodh kjo që njerëzit, do e thënë demokratët nuk largohen, por vazhdojnë trokasin tek PD-ja, sepse aty ka dy fasha. Një është Sali Berisha në mënyrën si e kupton ai Partinë Demokratike, Sali Berisha dhe klani i tij, që ata e quajnë tokë e zënë, nuk e them tokë e xanum, se duke qenë nga jugu do më thonë e kemë konotacion negativ për veriun, po e quajnë tokë të zënë Partinë Demokratike, e quajnë absurde, si njerëzit mund ta mendojnë që partia s'është e Sali Berishës, si mund ta guxojnë dhe ta mendojnë këtë gjë. Dhe është pjesa e demokratëve cilë thotë, po prit se ne këtu jemi lidhur shpirtërisht që nga 90-ta, familjarët tanë, prindrit tanë, kemi investuar fizikisht, kemi investuar vite, jemi konfrontuar në situatat vështira për Partinë Demokratike. E kemi ngjallur Partinë Demokratike më pas pre, në 97-ën. Duke nxjerr debatin për opozicionin Shqipëri jashtë PD-s, debati bëhet serioz. Opozicioni është diçka serioze. Ja 1 minutë. Opozicioni nuk është si e kuptojnë. Ja pra një sekondë, unë e kuptoj që ti po sjell humoret e bazë, jam dakord. Jo humoret, ndjesin. Po pra humoret. Ndjesia është e tillë që ai PD-n e ka lëkurë. Humore në sensin e ndjesisë, humori nuk është vetëm komedi. Patjetër. Është humor, Po gjendje. Opozicioni nuk është nostalgji. Është dhe nostalgji. Jo, nuk është. Jo opozicioni, qenë janë një parti. Opozicioni nuk është. E di ti çfarë më ka ndodhur? Më kanë marrë para 2 ditësh, Sokol po ta them këtë, që ta kuptosh se ç'ndodh. Se dikush që është nga jashtë nuk e kupton dot atë që është brenda, siç dhe unë, kur isha brenda nuk e kuptoja dot. Se kuptoja dot mirë ata që ishin jashtë. Një minutë Sokol. A e di çfarë më ka thënë njëri Pardjena nga Gjirokastra, demokrat i vjetër? Ai ka qenë kundër pozicionit tim në këto vite. Dhe ai, sepse besonte te Sali Berisha është demokrat, kanë dhënë gjithçka për Partinë Demokratike. Në zonat të vështira, në jug. Po sot e beson prap. Prit, më merren telefon dhe më thotë, të dolën ato që na thej, kishte drejt, po duhet ta inim në lëkurë dhe ta provonim. Po e di çfarë më dhimbset më shumë tha? Më dhimbset më shumë tha se u ndërtuam si një familje, ku ne me njëri tjetrin, dhe kur ishim dakord shkëmbeheshim, mblidheshim, organizoheshim, krijuam miqësitë tona, u krijuam si qenie sociale, edhe politike, dhe krijuam identitete edhe publike. Dhe gjithë kjo, befasisht, gjithë kjo investim që bëjnë në forma ndryshme, kush më pak që përkthehet në një fjalë, i thonë aksione politike, ç'bëhet befashisht nga vullneti personal i Sali Berishës për të prishur gjithë rregullat, edhe ato pak rregulla që ka pasur ajo parti brenda. Dhe ajo e çmontoi gjithë të qenie edhe sociale dhe politike që ishte aty dhe njerëzit. Kjo është ajo aspekti i nostalgjisë. Kujtojnë momentet ore si kemi qenë në Holland, si kemi qenë në Ibsen, e si mblidheshim, si organizoheshim, takoheshim me njëri tjetrin, krijuan identitete. Pra njerëzit u krijuan si lidhën miqësi. E di ti që unë miqësinë me Ibsenin, po mos isha brenda partisë, nuk do ta kisha. Edhe me shumë njerëz tjerë, dhe me mjek, dhe ndoshta edhe me atë doktoreshën, kur e takoj atje në spitale tjera, se njihemi nga familja politike. Dhe kur je në një familje politike, do të thotë që ndan shumë gjëra të përbashkëta, siç shumë të tjera mund të kesh të ndryshme. Ashtu. Por Sali Berisha e çmontoi këtë, dhe prandaj sot njerëzit kanë ngelur dhe thonë çfarë do të bëjmë. Pyetja jote është e drejtë, është pikërisht momenti që merr kuptim. Është pikërisht momenti që merr kuptim. Por vetë duhet të na kuptosh, ose ti kuptosh të gjithë ata se trokasin tek partia ende. E kuptoj shumë mirë. Se ata besojnë se janë aksionet e tyre. Ku janë aksionet e tyre? Ku shkojnë? Po dakord, me ata e kuptojnë, po thash opozicioni nuk është nostalgjie. Sidomos ata të merrojnë kur mendojnë se kanë punuar në oborrin e Zenit. E kupton? Të mendosh që kanë punuar në oborrin e një individi që kontrollon gjithatë historinë e tyre, jetën e tyre. Unë ndihmoj te pikë tjetër, dhe nuk e kam me demokracinë. Dhe kjo i bën tragjike. Unë kam me Alesian, unë kam me Salianin, unë kam me Ibsenin. Me Ibsenin ose Ibseni është tani në këtë moment, opozicioni, kur ti shikon që votat janë të kurrë brenda PD-s, dhe ai ka ngritur gardin për të ruajtur edhe ato pak vota që ka, mos shkoke deri atje, mos u merr fare, më krijo diçka tjetër. Edhe ajo mund të ndodhi, po është ajo nostalgjia që më lidhur. Është ajo nostalgjia. Nuk flas për nostalgjinë e votuesve. Është nostalgjia që flas për aksionin. Ti vjen e privatizon një kështjell. Po është inati, më do përzihet se më vjen e parë që do të ta privatizosh ti kështjellin e mira personave që kanë vujt dhe kanë dhënë kontribucion. Sepse ai di ti, unë që kam qenë, unë e zotëria kemi qenë kryetar degësh. E di çdo të thotë je kryetar degë, do të thotë që ti xhepin e ke nga mëngjesi në darkë, dorën e ke nga mëngjesi në darkë në xhep.
Do të thotë që ti ke arxhuar para, ke arxhuar vite, ke arxhuar investime dhe të vit sot ta marri dikush në mënyrë më të ndyrë, më të poshtër, duke manipuluar, duke qelbur, duke jo ta mbaj. T'ja marrin. Sepse shqiptarët ja ta them unë, sepse ajo është puna e fanelës Sokol. Është puna e fanelës. Ajo është një fanel, si puna e fanelës Milanit, Real Madridit, Barcelonës, që peshon shumë. E kuptoj se më pëlqen futbolli. Vetëm ka një gjë. Ato që duan fanelën. Është dyshe ta krijosh një fanel të re. Të dali një fjala Leicester që mori kampionatin. Një sekond. Rritë futbolli. Është në kategori 3 sot. Rritë futbolli. Ajo kategoria që thua ti, janë ato që rrin prapa portave, që janë tifozërit ultras. Ata nuk vinë në stadium për të parë rezultatin e ndeshjes. Ata vinë për të bërë tifozlik se ndjekin fanellën. Ndërkohë, shumica e njerëzve që shohin një ndeshje futbolli dashur Beko janë tulur ke tribunat mes, ato që quhen zona mix. Dhe te zona mix, ata herë bëhen me njërin palë, herë bëhen me palën tjetër, por zakonisht bëhen me fituesin. Me fituesin që luan më bukur futboll, që ka lojtar të ri, që ka fantazi, dhe që kanë një trajner të mirë. Eduard Tokasin Ronaldinho në mes të Madridit. Patjetër. Dhe e kupton, dhe e fiton ndeshjen, jo thjesht ai që bën golat, pa ai që merr më shumë Eduard Rokitje. Dhe si e ke situatën sot? Je mbrapa portës, rrin mbrapa portës, kape fanellën, pas fanellën nuk po ta lënë më. Jo, kjo është e vërtetë. As fanellën nuk po ta lënë. Është e vërtetë. As fanellën nuk po ta lënë. Dhe unë prandaj them. Bravo i qoftë të gjithë atyre. Bravo i qoftë të gjithë atyre. Shkojnë mbrapa portës doktore. Shkojnë më ke zona mik se ka tifoza sot kush. Unë i adhuroj luftëtarët. A mund ta bëj një shpjegim shumë të shkurt? Ta ribëj, jep ja lesë. Ti jep lesës vetëm. Patjetër, po vetëm një shpjegim shumë të shkurt për këtë punën e gjykimit krahasues. Në fund ma le që ta bëj sepse pse ndodh. Asnjë betejë nuk fitohet pa luftuar. Dhe pa diskutim ne jemi në një betejë për parimet, për demokracinë, për këtë statut që unë luftova 4 vjet dhe e shoqërova zotin Berisha në gjithë Shqipërinë tek këto foltore për këtë statut. Kështu që unë betejën time pa diskutim do ta çoj deri në fund. Sa për pjesën është shtëpia personale e Sali Berishës, ka një shtëpi që është më e madhe se shtëpia personale apo dyqani privat i Sali Berishës, që është shtëpia e gjithë shqiptarëve cilët nuk e duan Sali Berishën, që i kanë dhënë 1 milion shuplaka në 2013-ën, i kanë dhënë 1 milion shuplaka në 2025-ën dhe për këto individ pa diskutim unë për aq sa besova dhe për aq sa luftova kam detyrë ta çoj deri në fund betejën time. Dhe betejja ime me Berishën do mbaroj ditën që unë do respektoj këtë statut dhe ato 10.000 demokratë dhe 5.000 delegatë që e kanë votuar. Tani, unë nuk mund të bëj pas në këto momente, pasi Partia Demokratike ka qenë familja ime politike, ka qenë pa diskutim si që është futbolli, skuadra zemrës. Nuk është më është vetëm familja vetë. Se familja jo nga qenë. Është pikpamjeve që kemi mundu. është vetëm familja vetë, këtë po them. Unë mendoj që ai nuk i përket më asaj partia. Ai përket vetëm një interesi tim personal. Ka mekanizma për ta mbajtur. Dhe pa diskutim. Ma logon më. Ka mekanizma për ta mbajtur. Dhem shumë e logo, po nuk është po e di për çfarë po thumë Ibsen, po ideja është që kjo kthehet në një moment caktuar, kthehet në një fiksim kot. Ja po ta them unë. Si të heqësh dorë nga një betejë. Po ta them unë. Sokoli ka të drejtë, Sokoli ka të drejtë. Po ta them unë sot dhe ma e men. Nuk do e kesh më atë Selin, do kesh kull aty. Sokoli ka të drejtë. Do kesh kull aty. Sokoli ka të drejtë sepse dhe kur ajo Selia e pike dhe në vend asaj do kesh kull, atëherë çfarë do themi ti dhe unë pastaj? Sokoli ka të drejtë sepse demokracia është një akt dinamik. Ta mirë s'mund të rish në të është një akt nomad në një farë mënyrë, nuk është sedentari edhe në jetën e përditshme. Sedentari është çfarë kur ai ti djega me lez ai s'po respekton as procedurë. Çfarë do të ndjekti? Ai tallet, ju e merrni me seriozitet, ai ju qesh, ju nxjerr merrni me selën përballë. E kupton? E kupton? Ai mund të jetë, ai nuk është në rregull me veten. Është shumë në rregull me veten. Ai është në rregull me ai është Ai se këtu i e gabuar, ai është në rregull me objektivat. Po rregull ai fare. Po bëj një pyetje. Ai nuk është në rregull me pikpamjet tua, me synimin tënd dhe me objektivat tua. Alesia, Ibseni, Rolandi, ajo zonja Kokalari, edhe ai Saliani jeni mbledhur ndonjëherë me që po përmend këto figura që kanë spikatur sot në kryesore, që janë sot aktualisht. Jeni mbledhur ndonjëherë ju të gjithë bashkë? Asnjë. Dhe e ka me bukur atë këtë moment. Nuk mund të shumë bukur ta
marrësh... Që pu keme Lela Maj logon e? Vetëm me një parti familjar